Edhe kana. Edhe kana. Edhe kana. Edhe kana këtu. Edhe ka jo. Shumë mirë, shënë. Kur dësh jeni gati. Faleminderit edhe juve. Sot në balotazh, pra në rundin e dytë është ditë po aq e rëndësishme sa rundi i parë i zgjedhjeve, sepse qytetarët tanë sot përfundimisht vendosin jo vetëm se kush do t'i udhëheq komunat ku ata jetojnë, po të njëjtën kohë vendosin për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë, vendosin për shumë mundësi për komunat ku ata jetojnë. Rrjedhimisht shpresoj që secili prej qytetarëve me të drejtë vote do ta shfrytëzojë këtë drejtë dhe do të dalë sot në votime. Kosova ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon dhe kjo është pikërisht për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tonë në votime, për shkak të rregullsisë së proceseve zgjedhore dhe për shkak se gjithnjë organizojmë zgjedhje të lira e demokratike. Jam besim plot se edhe dita e sotme do të jetë e tillë, pra do të organizohen zgjedhje të lira e demokratike ku secili qytetar do ta shfrytëzojë të drejtën e vet kushtetuese për të vendosur për komunën ku jeton, për shërbimet cilat i ofrohen dhe për mundësi më të mira për të gjithë. Ju falenderoj edhe juve si media që si gjithnjë jeni në krye të detyrës dhe do t'i përcjellni sot këto zgjedhje të cilat janë të rëndësishme nga shumë kënde, por mbi të gjitha për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tanë dhe për shkak të leadershipit që ata do ta zgjedhin për të vendosur për të ardhmen e tyre. Ju faleminderit tani herë.